Lufta Izrael-Iran ka sjell frikë te qytetarët dhe pasiguri për të ardhmen, ndërsa do të ndikojë gjithçka edhe në ekonominë e vendeve, përfshi këtu edhe Shqipërinë. Qytetarët e Vlorës ndajnë këtë mendim, teksa thonë se kjo luftë do të sjellë jo vetëm pasiguri për endi dhe qetësim publike, por gjithashtu edhe pasiguri ekonomike dhe probleme të shumta sociale. O vlla, ku mirë me politikun atë ka qenë. Zoti shtrof dorën kudo që bëhet lufta, për djemt, për nënat dhe qartot nëna. Mendoni se do të ketë ndikime në ekonomi? Po, do të ketë, po, qysh nuk do të ketë. Do të ketë në ekonomi edhe në kokat e njerëzve. Shumë fare, po vetëm që se rregullon Trumpi. Valla hitet për të tjera gjëra them dot. Kaq. Çfarë problemesh mund të sjellë në ekonomi? Shumë domet mëdha. Po çdo gjë, ndaj te nafta, ndaj te bujqësia, ndaj te gjitha. Qytetarët thonë se duhet të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që duhet të vendosin për fatin e këtij rajoni, ndërsa shpresojnë se vetëm fuqitë e mëdha do të mund të ndalojnë këtë luftë të përshkallëzohet edhe më tej në lindjen e mesme, por edhe për të gjithë rajonin tonë. Patjetër që ka pasoja, patjetër. Për arsye se lindja e mesme është vendburimi i naftës botërore. E detyrimisht nafta është jeta e zhvillimit. Pasoja do të jenë të pranishme, bile kanë filluar të çfaqen pasojat. Një bllokat që mund të bëjë ai aty ngushëllit të Hormuzit, që kalon gati 25% e prodhimit të naftës, çdo gjë ndryshon në të rruzullim toksor. Dhe unë për veten time, luftën që hapi Izraeli kundër Iranit, pavarësisht se kush është Irani, një shtet pothuajse diktatorial, e provokoi. Lëre në veproj politika, ideologji, të veproj politika dhe embargoja tek veprimet e Iranit, si shtet diktatorial, jo me goditje. Goditje ka kundër goditje, do ketë destabilizim, pothuajse jo në zonë, po dhe në mbar botën. Dhe kush mund ta japë zgjidhjen? Nga mund vi zgjidhja? Zgjidhja sigurisht nga superfiqit. Amerika e ka në dorë këtë çështje, bile Izraeli po i lutet që të ndihmohet, vetëm Amerika. Vetëm Amerika. Në këtë rast, pamarësisht se ai ka bërë një çik karshillëk Trumpi në këtë mes, por duhet të ndryj të pezulloj luftën. Se thonë jo Putini e një rëndje. Putini ka hallin e tij të Ukrainës. Nuk mund të ndryj tek Irani. Këtu vetëm Amerika e zgjidh këtë çështje. Megjithatë, lufta ka sjellë efektet e veta, madje edhe në turizëm, të cilat do të ndihen në Vlorë edhe këtë vit, ku janë anulluar shumë fluturime nga shtetasit nga Izraeli, të cilët kishin prenotuar për të kaluar pushimet në vendin tonë dhe në qytetin bregdetar të Vlorës. Po, mendoj që do ketë impakt ekonomik. Piles, jo para pak ditësh isha duke bërë muhabet me një pronar hoteli dhe ai kishte rezervim nga Izraeli që do i vinin ca turista dhe për shkak të luftës ishin anulluar diku te 10 autobusa që duhet të ishin te hoteli i tij. Mendoni se do të ketë probleme edhe në turizëm të Vlorë? Po tani lufta asnjëherë nuk sjell zhvillim ekonomik në njerëzit e thjeshtë, më shumë rritje të çmimesh edhe mendoj unë. Nuk është se jam njohës shumë i mirë i kësaj fushë, por mendoj që është një gjë që nuk është pozitive për të ardhmen tonë. Shpresoj të mbaroj sa më shpejt edhe ata ndaj që po luftojnë të t'i kthen paqes, të jenë të sigurt. Efektet e luftës pritet të ndihen në ekonomi e kryesisht tek nafta, ku pritet rritje e çmimit në ditët në vijim, edhe sipas ekspertëve të ekonomisë.